Pak njerëz e dinë se njeriu që krijoi operën e parë shqiptare pati një fund tragjik. Ai ishte Prenk Jakova, kompozitori që ndryshoi përgjithmonë historinë e muzikës sonë. I lindur në Shkodër me 27 qershor 1917 në një familje me prejardhje nga Gjakova, Prenk Jakova u rrit me stingu i vetë muzikës, që në moshë të re ai spikati si klarinetist, dirigent dhe kompozitor, ndërsa talenti i tij e çoi deri në studimet për klarinet në Rom. Pas kthimit në Shqipëri, ju përkushtua plotësisht krijimtarisë muzikore dhe edukimit të brezave të rinj. Në vitin 1958, ai realizoi një arritje historike. Opera Mrika, vepra e parë operistike shqiptare, u ngjit në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër. Ishte një moment që hapi një epokë të re për kulturën shqiptare. Më pas ai krijoi edhe operën Skënderbeu, një tjetër vepër monumentale si dhe dhjetra këngë, pjesë orkestrale dhe muzikë filmash. Këngë si Margjelo dhe Syrin si qershia vazhdojnë të këndohen edhe sot. Por pas këtij suksesi fshihe një jetë e mbushur me dhimbje. Vëllai i tij ishte vrarë gjatë luftës. Ai vetë ishte arrestuar pas luftës së dytë botërore. Ndërsa gjatë përgatitjes së operës Skënderbeu u përball me presione, kritika dhe ndërhyrje të vazhdueshme. Në të njëjtën kohë kujdesej edhe për nënën e tij të paralizuar. E gjithë kjo rëndoi thellë mbi gjendjen e tij shpirtërore. Më 9 shtator 1969, i raskapitur psikologjikisht, Prenk Jakova tentoi t'i jepte fund jetës duke u hedhur nga kati i dytë i shtëpisë së kulturës në Shkodër. Pas një jave në spital me 16 shtator, ai ndroi jetë në moshën vetëm 52 vjeçare. Në varrimin e tij mori pjesë një det i tërë njerëzish nga Shkodra për t'i dhënë lamtumirën artistit që u kishte falur krenari. Sot, më shumë se gjysmë shekulli më vonë, emri i Prenk Jakovës mbetet simbol i muzikës shqiptare. Ai u largua tragjikisht, por veprat e tij vazhdojnë të jetojnë dhe ta bëjnë të pavdekshëm.